Me këngë dhe valle nxënësi shqiptar dhe maqedonas të shkollës fillore Sami Frashëri në fshatin Shishov të Sarajit shënuan fillimin e vitit të ri shkollor. Ata ishin pjesë e 200.000 nxënësve të shkollave fillore, të cilët u ulën në bankat shkollore. Për herë të parë në bankat shkollore ulën 20.800 apo rreth 700 fëmijë më pak nga numri i vitit të kaluar. Sipas ministrit Spiro Ristovski, viti shkollor ka filluar pa probleme, me përjashtim në komunën e Mogilës, ku mësimi nuk ka mundur të fillojë sepse objekti shkollor nuk është sanuar pas që e kishte kapluar. Në të gjitha shkollat në Maqedoni mësimi filloi normalisht përveç për problemin që më informuan në komunën e Mogilës dhe do doja të theksoj se si ministri planifikojmë renovimin e objektit. Do doja të apeloj deri tek qytetarët e komunës së Mogilës të mos keqpërdoren për qëllime politike. Në fillim të vitit shkollor u rinovua shkolla Sami Frashëri e Shishovës, ku mësojnë 60 fëmijë me mësim në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Shkolla është pajisur me dritare të reja dhe mobilje të dhuruara nga USB-ja, kompetente të bën thirrje për bashkëjetesën ndërmjet nxënësve. Nëpërmjet arsimit, brezat e rinj mund t'i mësojnë aftësitë themelore dhe vlerat që janë të bazuara në stabilitetin dhe sigurinë si respekti ndërsjellë, tolerancës, komunikimit jo të dhunshëm, dialogu i hapur dhe pranimin e diversitetit si burimi pasurisë e jo si kërcënim. Qëllimi është që në sistemin arsimor t'ju mundsojmë kushte, rrethana, format ndryshme, jashta aktivitetet të lira, për të promovuar vlerat pozitive, multietnike mes veti, jo të jetojnë njëri pra tjetrit dhe të mos nifën, por të jetojnë njëri me tjetrin dhe të njohin të gjitha vlerat pozitive, njëra bashkësi etnike dhe i bashkësisë tjera etnike. Shkollë të re fillore ku mësimin e ndjekin 1.000 nxënës ka fituar edhe komuna e Aerodromit. Ndërtimi i saj ka kushtuar 130 milion denar, ndërsa hapja u bën në praninë e kryeministrit Nikola Gruevski.